Shkodra i ka hapur dyert festës qytetare Vespa dhe Miqt, e cila si vjet mlodhi motoristë nga Shqipëria, Kosova e Kroacia. Vespa dhe Miqt është kthyer në një traditë bukur, një aktivitet që zhvillohet në qytetin më të madh veriut të Shqipërisë. Motoristët do të parakalojnë nëpër rrugët kryesore të Shkodrës, me një prej motorëve më karakteristik të prodhuar ndonjëherë. Organizimi i festave të tilla është një emocion i veçantë, krijon një atmosferë interesante në qytet dhe për këtë arsye do të përsëritet çdo vit, thot Luan Beqiri, antar i Vespa Klub Shkodër. Na jena, mas me thonë, një nër grupet mua famos që i ka Shqipnia, mua të organizum në shëtitjet me festat në udhëtimet që bojmë, si gjithmonë. Vespa nuk është vetëm një motor për meshkujt, por dhe për femrat, thot Iris Zaganjori, një prej pjesëmarrësve në këtë organizim. Vespa është një motor klasik, por në të njëjtën kohë dhe modern, dhe në këtë mënyrë jep mundësi që edhe një femër duket shumë mirë pranë motor. Pjesë e kësaj feste dyritore janë bërë dhe shoqatat e Vespave në Kroaci. Unë vi nga Kroacia dhe këtu është gjithnjë bukur, po bie pak shi, por nuk ka problem, pasi po bëjmë qef. Ne jemi 12 vetë që kemi ardhur nga Kroacia me motorat ton Vespa. Ndërkohë, me shoqatën e Shkodrës u njohëm në Beograd. Të udhëtosh me Vespa është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Kemi shkuar kudo. Ndërkohë mesazhi im është që njerëzit të përdorin vetëm motor Vespa. Gjatë aktivitetit janë planifikuar parada në sheshet kryesore të Shkodrës dhe në zonat turistike, ndërsa nuk do të mungojnë as tingujt e muzikës të sjellë nga grupet e ndryshme muzikore.